Gjatë një takimi me shqiptarët që jetojnë në Britaninë e Madhe në kuadër të fushatës për zgjedhjet e 11 majit, Lulzim Basha tha se dallimi i madh mes koalicionit euroatlantik me numrin 4 dhe qeverisë së Edi Ramës është lufta kundër korrupsionit. Ai shprehu angazhimin për themelimin e njësisë së rikuperimit të pasurive të vjedhura, e cila do të gjurmojë hajdutët që janë pasuruar me politikë dhe pasuritë e vjedhura t'u kthehen shqiptarëve. Programi i vetëm i Edi Ramës është 7x7 313, sepse po t'ishte ndryshe, do të na thoshte pse i ka shokët aty. Ai as nuk pranon të më thotë se ku i ka shokët, por edhe Durrësi është opsion. Durrësi është i vetmi qytet në botë që ka 2 kryebashkiak, edhe të Durrësit edhe të Tiranës. Po, sepse duke mos u përgjigjur për këtë pyetje, mendon se shqiptarët do të harrojnë. Nuk kanë për të harruar. Angazhimi ynë në 1 qershor është themelimi i njësisë së rikuperimit të pasurive të vjedhura, pasurive të vjedhura të shqiptarëve, dhe këto pasuri, siç e dini fare mirë ju, vëllezërit dhe motrat tona në Londër, nuk janë vetëm në Shqipëri, nuk janë vetëm në Tiranë apo në Bregdet, janë edhe jashtë Shqipërisë. E dini fare mirë ju, janë edhe këtu në Londër, dyqane, pronat patundshme, politikanë shqiptar me 2000 euro në muaj, sa dyqane mund të blenë në Londër, sa bizneset suksesshme mund të kesh në Londër me 1800 euro në muaj, se i bie që çmimet këtu t'jenë më të ulta se në Puk, apo jo? Unë e di që në Britani është pak më shtrenjtë se në Puk, apo jo? E pra, njësia e rikuperimit të pasurive të vjedhura ka këtë detyrë, të gjurmojë me mjete aktive të hetimit pasuritë e politikanëve të korruptuar shqiptar, që në fakt nuk janë pasuritë e tyre, janë pasuritë tuaja, pasuritë e të afërmve tuaj, dhe me këtë njësi dhe me këtë politik ne kemi një dhe vetëm një synim: pasuritë e vjedhura të shqiptarëve, pasuritë e vjedhura ju, taksat e vjedhura ju dhe e familjeve tuaja t'u kthehen ju, sepse ju dhe vetëm ju jeni pronarët e vërtetë të këtyre pasurive. Unë dala tek lufta kundër korrupsionit, që është pa diskutim dallimi i parë dhe i pakapërcyeshëm midis koalicionit euroatlantik, numrit 4 në fletën e votimit, dhe natyrisht Edi Ramës dhe i qeverisë së tij, e ministrave të tij të korruptuar, por edhe të tjerëve, edhe atyre që duan të riciklojnë rangallat e korrupsionit. Disa prej tyre janë në arrest pikërisht për korrupsion dhe fshehje pasurie, i kanë vënë në listë për deputet. Dua t'u them disa prej miqve që i kam patur këtu në këtë sallë, dhe uroj t'i kem prap, se e kanë humbur pak rrugën. Kujdes me një listë tjetër, sepse ju premtojnë që po votojnë për PD-n, por në fakt po votoni për Ilir Metën. Mos e bëni këtë gabim, sepse nuk i shihni dot në sy as miqtë tuaj, as fëmijët tuaj, as familjet tuaja. Ta Basha.